Janë gra, nëna për sot edhe pse ka aguar 8 marsi, ato janë sërish në punë, në një prej më të vështirave për një grua. Është ora 4 e mëngjesit dhe ato kanë nisur të pastrojnë qytetin e Vlorës, por një surprizë e nxënësve të shkollës tregtare ka shfaqur buzëqeshjen tek të palodhurat, duke i shkëputur për pak momente nga përditshmëria e mundimshme e sigurimit e jetesës. Të përlotura punonjësit e pastrimit tregojnë se në 35 vjet në këtë punë asnjëherë nuk kanë marrë lule dhe për më tepër kaq mirënjohje dhe dashuri. Lumturi e madhe, por disa fëmijë të vegjël vlerësojnë nënën kush është nëna. Ju të falenderit shumë për këtë shpërblim që na bëni, sikur dhe një lule që na kujtoni. Është herë e parë, edhe biles edhe që jam në këtë punë ndjej veten prapë të lumtur. Në shërbim qyteti dhe lek ushme e djers. Ndjej një kështu si nënën e tyre, një dashuri, një respekt, edhe shumë faleminderit e juve, rrofshit, shumë faleminderit. Nxënësit e shkollës tregtare janë shpërndar pothuajse në të gjitha rrugicat e qytetit bregdetar dhe kanë dëgjuar problemet ekonomike të këtyre grave që çdo ditë kujdesen për pastrimin e Vlorës. Shkolla tregtare në Vlorë është një prej institucioneve më të vjetra arsimore në vend, që daton prej vitit 1924.